përgjigju një thirrjes, se është shumë interesante. Ne kur e dëgjojmë, do të thonë kur e dëgjojmë ezanin, ne mendojmë se çe muezini Haxhi Abdullah. Haxhi Abdullah, ki paguhet vëlla për ata, do të thonë me thirr ezanin. Po realisht kjo është shumë e madhe se sa me kry punë vetë. Ai po thot haja më fal, haja la. Jo, para kësaj, ky po thirr në emën të Allahut. E ka urdhëruar Allahu thirrë njerëzit. Çka mi thirr njerëzit? Pasi që thotë që hadithi, pasi që thotë, çka thotë? Haja la sala, haja la frak që eceke. Pra hajde në namaz, hajde në shpëtim. Kjo është shumë e thellë. Me kuptu sa e thellë është, ta kallëzoj atë hadithin ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë idha sami'tum an-nida kur ta dëgjoni ezanin, thoni ma yaqul al-muadhin, atë që thot muezini. E përsëriti. Deri kur? Kur thot hayya al-salah, hayya al-falah, e përsërit? Jo. Se përsërit. Çka thu? La hawla wala quwata illa billah. Nuk ka mundësi dhe fuqi përveç nëse ta mundson Allah subhanahu wa taala. Andaj mos përgjigja jote ndaj kësaj thirrje ti jep ta kuptosh se nuk është se ta mundson Allah subhanahu wa taala me qenë aty ku dosh me qenë. Nuk ta mundson Allah subhanahu wa taala me qenë aty ku Allah është i kënaqur ti me qenë. La hawla wala quwata illa billah. S'ka fuqi dhe s'ka mundësi vetëm nëse ta mundson Allah subhanahu wa taala. Andaj e shefat plakun me shkop, të dal, të ec, her mundet, her s'mund, her hec dy hapa, her nalet. Ndërsa ti shkon ushtron gjithë ditën me, do të thonë, me fuqi, me vitamina, me proteina, me han shëndetshëm, han kët, kur thet ezani 50 metra nuk e mundësi me shku më jo përgjigj.